mirë të vendit. Vetëm doli sot një lajm që gjithmonë përrim të Partia Demokratike, që në një kuti për 23-4 votave, ishte bot devijim i madh që ishin dhënë një deputeti krejt tjetër e i takoni një deputeti tjetër të Partisë Demokratike. Kur do mushen mend njerëzit se vota nuk preket? Kjo është për te partiakizmit. Pra, ne si shqiptar, kur do zërë mend ky popull që vota nuk preket? Popull janë edhe antarët e partive. Shqiptar, tifoz, të majtës, djathës, partive tjera, nuk preket mëre vota. Si prek votën? Duhet bën shembull që kur më e para në zgjedhjet e ardhshme uroj që mos jetë ky kod zgjedhor, dhe unë jam një nga njerëzit që publikisht në këtë media gjatë fushatës elektorale kam deklaruar se nëse e marr mandatin do të jem armik publik i këtij kodi. Këtë nuk e ka bërë asnjë kandidat tjetër. E kam bërë jo se jam më trim se të tjerët, unë jam i lirë. Dhe njeriu kur është i lirë në politik i ka borxh vetëm qytetarëve, i ka borxh bindjes tij, i ka borxh shoqërisë ku ai po jeton, atij momenti politik ku ai po jeton. Dhe në këtë kontekst, them duhet ndryshuar me urgjencë kodi zgjedhor, duhet ndryshuar me urgjencë ky nen i cili pengoka, edhe pse është antikushtetues, kandidatët të kërkojnë zbardhje transparencë dhe duhet urgjentisht mendojmë se si zgjedhjet e ardhshme, cilat mund të jenë shpejt, mund të jenë vonë, kjo është në varësi të situatave politike, të mos vidhet vota e kandidatëve se është turp. Kush prek votën, nuk ka ngjyrime politike, ta harroj mbrojtjen politike, do duhet shkoj në burg. Është interesant, Lisander, për partinë e juaj, jo interesant, po është shumë fenomen i çuditshëm, se si nuk kanë marrë deputet direktiva, për shembull, në momentin që do flitej për ta goditur drejtësinë në këtë vend, po thuj se askush nuk e ka bërë çështje mediatike, çështje të fushatës, rastin e Salianit, që është nga goditjet ose gafat më të turpshme të drejtësisë, me u denu një deputet. Se denoncon? I cili e merr një incizim nga një person krejtësisht tjetër dhe aty do duhej mas pari realisht të arrestoj Lulzim Basha. I dyti Ali Beja, i treti kanë qenë bashkë. Po çfarë arrestimi më? Por partia politike një mekanizëm ka folurit. Do duhej po them thojza të arrestoshin. Se s'u duhej asnjëri me u arrestuar. Pa diskutim pra. Saliani është i burgosur politik. Po këtë pse produkti hakmarrjes e Edi Ramës Fatmir Xhafës është përmendur në fushat, ndoshta nuk e keni dëgjuar. Shumë shkarazi ti e ke përmend. Sa më jepet mundësia e përmend, pse e përmend? Sepse nesër mund të jem unë viktime denoncimeve. Kam denoncuar vjedhjet të kolosale të shtetit shqiptar ndaj taksave qytetarëve. Nesër, një hakmarrje primitive e tillë mund të ndodhë dhe mua, kam marrë parasysh përderisa merrem me politikë. Edhe ai e ka marrë parasysh. Por është një vendim i padrejtë, cënon demokracinë. Keqpërdorimi politik i Partisë Socialiste mbi drejtësinë ka bërë që të jetojmë një shoqëri të padrejtë. Ja thanë me 5 rezoluta Partitë Popullore Europiane këtë Edi Ramës. E mirë, ja thanë në Partitë Popullore, po do me të pyet sinqerisht si brez i ri i politikanëve. Dhe mu fare si më intereson njëri vashti PD-sa i PS-sa Partia Social-Demokrate. Vetëm kam dëshirë me ditë si ndihesht ti dhe brezi yt kur liderët e juaj politik dalin jashtë territorit të Shqipërisë dhe e masakrojnë këtë vend. Thojnë që Sali Berisha deklaron jashtë që në vendin tim thot mbillen dikun 1.200.000 fije kanabis, ku për një fije merr 1.000 euro. Ne vim nga një narkoshtet, portet tona janë të stërmbushura me drogë. A i thonin do njëherë kështu, a ka guximin dikush mi thonë, o Salo, bile jashtë Shqipërisë mos ta shohim Shqipërinë, se mrena flasmi çka të doni, por me u ngjyros Shqipëria me ngjyrat e narkoshtetit, unë nuk kam pa të huj, nuk kam pa suedeza, gjerman që vjen në Kosovë e Shqipëri, e shon vendin e vetë. A kupton? Ç'sh reagon o vllati, du me ditë të brezit, se këta që javë kanë hub zgjedhjet, unë e di ç'sh menojnë ata. Nëse
do ishim Suedi dhe një politikan suedez do ta bënte këtë gjë në Parlamentin Evropian, sigurisht që do ta kishin prit shumë keq edhe populli dhe partia vet. Po apo jo? Absolut. Nëse Sali Berisha nuk ka thënë të vërtetën për këtë që ka deklaruar, kjo i bie pastaj që e gjithë Partia Demokratike duhet mbylli gojën. Mu nuk më rezulton kjo. Çka nuk të rezulton? Që nuk është e vërtet numri i licencave të kanabisit, sipas ligjit, nuk e di sa familjarë jemi atë që ka ndodhur. U dhanë për 20 hektarë. E kush ka morë licenca, e din? Ja, Ma ty një emër shumë të njohur që ka morë licencë kanabisit. a mund të them gjithë atë që mendoj, pastaj të themi me emra? Okej. Për shkak se u miratua ligji për 20 hektarë kanabis medicinal, sot realiteti i vendimeve të cilat i ka nxjerrë shteti shqiptar për të dhënë licenca për të mbjellë, e ka tejkaluar 10 herë vlerën e përcaktuar me ligj në fillim. Këtu mban erë diçka, se e para zgjedhjeve. A ka prova? Mban erë shumë çka këtu. Po atëherë? Po, por nuk thuhet jashtë se njeri prej atyre që ka morë licencën... Unë s'ljo fasni nga ata që kanë marrë licencën. Unë e një dhe ti e një, se tash po ta them emrin që do ta njohësh. Është Xhems Belushi, aktori ynë i madh me origjinë shqiptare, ka ardhur dhe ka kërku. Pse Maqedonia të marrë miliarda dollar prej këtij biznesi, kur të mos e bajë Shqipëria, por nër kontroll. Nuk është ndalu kanabisin në Shqipëri pse është kanabis, po doli jashtë kontrollit. Mu ma kanë thonë të hujt, në qoftë se një morragji, një fshatar, me morrin kaq, bëhet maj fuqishëm se kry prokurori shtetit, se deputeti, se gjykatësi, atë është rreziku i shtetit dhe prandaj reagoi bota ndaj kanabisit, se vallai më shku në Holandë në ti në Amsterdam. Ka i veni ku pijet kanabisi kena mërzu në kokër shpitës. I kam parë, shikoj me lejnë. Pra po këthejmë, narko shtet, narko kështu, beso që unë kam shumë qef i sholla ju një mon kjo retorik, ju... Po pse mendon që duke mos e thënë realitetin ne i bëjmë nderë Shqipërisë, nëse realiteti është ky, nëse çmimi euro sot, që po ta marrë projekt... çmimi euro sot, për shkak të investimeve në këtë rrugë, Lisander, ja po ta baj një pyetje. Sot e ke për cilë kuvendin? Ju. Pështu që unë jam budalle për cili. Jo, nuk e pash, nuk arrita të shikë. E tash dëgjëm. Flamur Noka, sekretari partisë tone, ka deklaru publikisht që Zoti Balla, Tauland Balla, kur kanë dërgu zarfa, ka vendosë në për zarfa qipsa. Këtë dëgju këte? E kam lexuar diku. E ka thonë Flamuri. Edhe sot, Tauland Balla i tha në kuvend Flamur Nokës, tha, o Flamur, kjo është vepër penale. Dhe në qoftë se ki fakte pse nuk i drejtohesh spakut. Në qoftë se dikush ka argumente për kanabisin, është keq përdorim, është kjo, ajo, duhet mju drejtu drejtësisë. Po mendon që si është drejtu për dhe drejtësisë, Milejm? Mendon që nuk është drejtuar? Jashtë, a diçka i ndihmon Shqipërisë jashtë? Me thot që ne jemi vend që po shkojmë drejt zhvillimit, kanë ardhur 15 milion turista, nuk janë ata, se dhe ne sa hymë dalim na shkruajnë si turistë. Pa diskutim. E di, atë është manipulim. Që në